Jemi shoqëri mazhi, mendoj më tepër. Imagjinoni mua, unë jam një grua rreth të 40-tave, një nën, dhe sikur kam letra të verdha që më kanë ngjitur, që do thotë duhet të jem e aftë edhe në punë, të siguroj disa të ardhra, por duhet të jem në kohë edhe për drekën, për darkën, që kur të vi bashkëshorti, por për fëmijën duhet të jem e gjendshme, por gjithashtu etiketë tjetër më thotë që duhet të bësh detyrat, të shikosh djalit në darkë, të ishe komunikueshme, të mirëmbash familjen. Flas këto etiketime që kryesisht e vënë gruas shqiptare. Ashtu si edhe burrat kanë këto etiketime. Mund të shikoj për shembull që mund të kesh edhe ti sigurisht duke menduar që çfarë heqin burrat në këtë shoqëri. Duhet të jesh një prind shumë i mirë, duhet të sjellësh të ardhurë, duhet këto të ardhurë të i rrisësh. Nëse ti ke këtë hapësirë në shtëpi, pas 5 vitesh duhet ta zirosh, të bësh mobile më të mira, duhet të sigurosh familjes pushime. Të gjitha këto na rëndojnë emocionalisht. Na çojnë pastaj në mendime ndërhyrëse, këto mendime që sikur. Dhe na bën gjithmonë të jemi kokën mbrapa me të shkuarën. Pse nuk e gëzova unë më shumë fëmijën? Po pse nuk e bëra unë më mirë këtë? Kur ti je pikërisht këtu dhe ti tani mund ta shijosh sepse ky moment po çohet dëm, duke menduar gjithmonë për ato që kanë ikur.